Dhe jemi në një gjendje alarmante në raport me SPAK, sidomos me SPAK-un, edhe me gjykatën speciale, po sidomos me SPAK, sepse është ndërtuar keq i dashur. Është ndërtuar SPAK mbi të gjithë. Domethënë prokuroria mbi gjykatën. Është të mërshme. Është ndërtuar në atë ligjin e tyre që ai kanë. Ndërkohë që gjithë themi ne shkojnë në SPAK, kush thotë po shkojnë në gjykatë? Sepse është ashtu të ndërtuar. Domethënë, unë po shkoj Edhe në psikologji të ashtu. Bravo, edhe në psikologji, në ritëm, në veprim. Domethënë, ky quhet për herë të parë prokuroria quhet gjykata e prokurorisë speciale. Është të mërshme. Kudo në botë, dhe tek ne, deri më sot, është thënë prokuroria pranë gjykatës së jurisdiksionit të parë, çfarë quhet. Ne kemi ndruar fjalorin, ne jemi deformuar tërësisht në këtë rast. Them si drejtësi dhe si një e vërtet. Pra ju mendoni që ka ardhur ndoshta momenti për ta rishikuar, për ta shembur këtë konstrukt? Ndoshta nuk shembet, patjetër që nuk duhet shembur, duhet me siguri ka ardhur koha për ta ripar. Për shembull, raportet midis prokurorisë dhe gjykatës duhen rishikuar kjo që po ju them unë. E para, e dyta, duhet rishikuar raporti parlament institucionet, drejtësisë ata s'pranojnë asnjë raport mes tyre. E dyta. E treta, duhen ringjallur, duhen vënë pozitat e veta. Gjykata kushtetuese, sidomos gjykata e lartë. Jo shikoni gjykata e lartë në një veprim të vogël që rrëzoi qindra dosje të tyre, domethënë që i kishin gati të kafshonin njerëz. Është shumë e rëndë. Dhe ka ardhur koha, me siguri ka ardhur koha për të forcuar organet e qeverisjes në drejtësi dhe për të ribërë, më lejoni të them, për të ribërë edhe një herë vetimun. Vetimun për arsye se ata janë pasuruar që atë kohës janë atje, me mënyra të ndryshme, dhe kanë hyrë si të pasur, dhe kanë hyrë si njerëz që kanë qenë më të shkaftë për të fshehur veprimet antiligjore, sesa të pastra. Zoti Çupi, më lejo të pyesë për një çështje tjetër të portit Durrësit. Duket se janë pleksur shumë interesa aty. Tani po na bojnë amerikanët nga grekët? Jo, nëse padyshim atje amerikanët kanë influencat e tyre. Jo vetëm amerikanët, po shteti më i fuqishëm i NATO-s. Shteti numër 1 i NATO-s dhe ajo do jetë një akses një aset i rëndësishëm i vetë NATO-s. Ne kemi pranuar antarësimin në NATO. Dhe ne investimi më i madh që bëjmë për NATO është ai port. Sigurisht këtu Amerika janë interesat, jo shikoni, çfarë bëhet në Iran, çfarë bëhet në Kuwait, çfarë bëhet në Dubai, çfarë bëhet në Izrael. Mendoni sikur Amerika dhe NATO të mos kishin baza të forta në rajon, nesër mund të ndodhë në rajonin tonë. Kështu që ajo do jetë patjetër në nënvëzhgimin dhe patjetër në një lidhje të diplomatike, në një lidhje ekonomike, në një lidhje dhe politike me aleatët tanë, siç është dhe NATO, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por nuk ka lidhje me asnjëherë nuk ka pasur dhe nuk do ketë në lidhje në histori me veprime të tilla që konsiderohen që dikush në një shtet, Amerika në një shtet vepron për nevojat e një shteti tjetër në këto fusha. Dhe aq më tepër pastaj që dëgjoj ose dëgjojmë bashkë, që dëgjojmë se aty ishte përgatit një korrupsion i madh, aty ishte bërë. Nuk mundet. Ne shkojmë prapë te drejtësia dhe SPAK-u ka një setime duket, sekuestroi pak javë më parë dosjen e tenderit. Po, shumë mirë që e përmend, është një katastrofë. Si mund të sekuestrosh një dosje që ende s'është praktikuar, nuk është paraqitur, është paraqitur dhe është kthyer, nuk ekziston. Dhe SPAK-u e bën këtë gjë me siguri i shtyr nga forcat të tjera dhe unë kam të drejtë të dyshoj se prapa SPAK-ut qëndron Rusia ose Irani ose e tjerë dhe e shtyn që ky projekt mos realizohet. Ai njeriu që ajo kompania që do ta realizonte atë projekt padyshim që ka ikur, e thyer, e sakatuar nga SPAK-u, që i merr dosjet nëpër tavolinat e veta. Dhe në këtë rast kemi hyrë te një shtremrim
krejtësisht i qartë i parimeve të drejtësisë, i deontologjisë së drejtësisë. SPAK nuk kërkon pafajësinë e tjetrit, po e kërkon patjetër të fajshëm. Sikurse e shikon nga larg e kërkon të fajshëm. Dhe ndërkohë heton një gjë që nuk ekziston. Nuk ekziston para se të filloj, paktën edhe mbasi të filloj zbatimi i projektit. Nuk do të mund të bëj një hetim. Hetimi bëhet në fazat caktore gjitha. Dhe çfarë është shumë e rëndësishme në këtë rast, është se SPAK kam përshtypjen se e bën me hile. Domethënë tenton të ngre stekën e zhurmave që unë po merrem me portin e madh, dhe ndërkohë ka dosje të gatshme si Janarin, Sali Berishën, Flamurnokën, këtë tipin që fliste sot si quhet Bylik Bashi. Po ju thamë pak më larg që ka një sinkron, duket sikur janë sinkron SPAK-u me. Janë në sinkron, plotësojnë njëri tjetrin. SPAK-u, ta themi në gjuhë popullore, ndodhet në dorë të Sali Berishës. Ndodhet në dorë të Sali Berishës, dhe kjo s'duhet na çudis, para Berisha është i korruptuar i madh, ka një pasuri në dorë, kam përshtypjen më shumë se gjysmën e Shqipërisë. Madje edhe atë tokën ku po ndërtohet porti është e bijës së Saliut dhe ati serbo-kroatit të famshëm, ati mafiozit për cilën Britania e Madhe e konsideroi Saliun kryetar të një organizate kriminale. E keni fjalën për ata që morin në mbledhjen e qeverisë? Pikërisht. Zoti Çupi, unë të falenderoj shumë për bisedën. Fazliq, si quhet? Damir Fazliq, në mos gaboj, po më është fiksuar imazhi ati në mbledhjen e qeverisë. Po ajo është kulmi i shfaqjes publike. Unë të falenderoj shumë për bisedën, zoti Çupi. Jam mirënjohës shumë për kohën e për analizën, për mendimet tuaja për këtë çështje. Faleminderit, dashuroj gjithë të mira, të pasi ditë të bukur.